Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka sjellë një rikonfigurim të thellë të Këshillit Kombëtar, duke lënë jashtë listës së re një numër të konsiderueshëm figurash të njohura të demokratëve. Krahasimi i përbërjes aktuale me listën e kandidatëve që do t'i nënshtrohen votimit në Kuvendin Kombëtar rezulton se rreth 38 anëtarë të Këshillit Kombëtar nuk janë rikandiduar për mandatin e ri. Me semrave që mungojnë në listën e re bie në sy ish-ministri Aldo Bumçi, ish-deputeti Arben Imami, Andi Mustafaj, aktori Bujar Kapexhi, Rudina Hajdari, Robert Budina, Voltana Ademi dhe Julian Deda. Lëvizja shihet si pjesë e një procesi rinovimi të strukturave drejtuese të PD-s, ndërsa Kuvendi Kombëtar pritet të zgjedhë përbërjen e re të një prej forumeve më të rëndësishme të partisë. Ndërkohë deputetët dhe kryetarët e degëve janë automatikisht antar Këshilli. Lista e demokratëve që u përjashtuan nga Këshilli Kombëtar i PD-s: Aldo Bumçi, Andi Mustafaj, Arben Imami, Bujar Kapexhiu, Dasho Aliko, Dorel Memoçi, Eliona Grëmi, Elton Bano, Edlira Bushati, Esmeralda Metko, Eduarda Kadiu, Florin Kurmekaj, Florion Mima, Gentian Mishova, Ibrahim Morinaj, Emanuel Çausha, Irena Prokni, Julian Deda, Klara Bici, Klaus Shaqiri, Lediana Fratari, Lorin Hoxha, Malbor Duka, Matilda Qyrku, Mariglen Kurtballaj, Minushe Lazaj, Nadire Meçorapaj, Osman Stafa, Qemal Çeiku, Robert Budina, Rudina Hajdari, Samir Mulgeci, Shkëlqim Hoxha, Spiro Vaso, Voltana Ademi, Geraldo Dashi, Julian Guçe dhe Zyra Fetekulla. Mbeten antar të Këshillit: Aulon Kalaja, Besar Xhaferi, Eno Bozdo, Gen Strazimiri, Ivi Kaso, Klevis Balliu, Klodiana Çapja dhe Ledina Alolli.